الحمد لله للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خير من صلى وصام وطاف ببيت الحرام نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه غر الميامين رضوان الله عليهم أجمعين. Allahun Teala falenderojmë dhe prej tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Salavat dhe selam e çojmë mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të pastër dhe të bekuar, mbi shokët e tij të nderuar dhe mbi gjithë muslimanët që pasojnë rrugën e tij deri në ditën e fundit. Vëllezër të nderuar, po vazhdojmë sot me ligjëratën e radhës, e që do të jetë një temë tjetër apo një adhurim tjetër nga adhurimet e zemrës. Ka adhurim është njëherë edhe prej kushteve të fjalës la ilaha illallah. Siç e dini, kjo fjala la ilaha illallah i ka 8 kushte. Ky adhurim që sot do të flasim është kushti i dytë i kësaj fjale, është fjala për yaqinin apo bindjen në Allahun azza wa jall. Po trajtimi i temës nuk do të jetë nga aspekti i akides, por do të jetë nga aspekti shpirtëror i zemrës, pasi që edhe tema jonë lidhet me këto. Për me kuptu këtë temë, siç e kena bërë zakon edhe në dersat e kaluara, në fillim çdo adhurimi tregojna kuptimin e saj në aspektin gjuhësor dhe kuptimin e saj në aspektin shariatik, pastaj zgjanohemi për rëndësinë dhe pozitën e saj e kështu me radhë. Fillimisht, dietarët kur e trajtojnë në aspektin gjuhësor thonë se bindja është e kundërta e dyshimit. Çdo sen që është dyshim e kundërta saj është bindje, bindja nuk vjen kur në dyshim. Bindja njerët për diçka nuk vjen me dyshu kur. Për shembull, shumë njerëz kur pyeten në çështje të caktuara, thotë dyshoj se është çështja apo çështja. Por për shembull, kur fjala për Kur'anin, a ka kush dyshim se është prej Allahut, prej neve, pa dyshim se jo. Pra jemi të bindur. E kjo bindje nuk vjen asesi përballë dyshimit në asnjë rast. Që kjo është kuptimi i parë, pra bindje dyshim. Disa kanë thonë ka kuptimin e vërtetësisë, po më vonë inshallah kena me vërejt se ka dallim mes bindjes dhe vërtetësisë në disa aspekte. Disa kanë thonë e ka kuptimin e dijes, se nuk ka mundësi me pas bindje pa i paraprit dija, por edhe këto ka disa dallime që me lejnë Allah do të zbërthejmë gjatë kësaj ligjërate. Në aspektin shariatik, bindja disa dietarë kanë emërtuar se është ajo që vjen, çdo gjë që vjen prej Allahut nëpërmjet të dërguarit të tij, jemi të bindur për besojmë të me bindje të plotë. Pra ka të bëjë me gjithçka që është ghaib, që është e fshehtë, që ardh prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për shembull, për sahabët pejgamberi alaihi wasallam nuk ka qenë i fshehtë, nuk ka qenë ghaib. Për neve është i fshehtë. Pra për ta ju kanë të bindur se ekziston, se kam pa. Po ashtu ju kanë të bindur se çdo gjë që vjen e thotë njëri që ka lidhje me fe, është prej Allahut azza wa jall. Se Allah azza wa jall thotë për ta, nuk flet për nga vetja, gjithë çfarë flet është prej Allahut. Pra edhe na kena bindje të fortë se pejgamberi alayhis salam është i dërguar nga Allahut, edhe kena bindje sikur me pa. Pra që është në aspektin e shariatik, bindje do me thonë besimi i diçkaje ma shumë se sa me pa. Na besojnë Allahun ma shumë se sa e shumë besojnë që na ekzistojnë. Pra që quhet bindje. Ndërsa disa dietarë e kanë ndarë bindjen në dy kategori. Kategoria e parë kanë thonë ka të bëjë me aspektin akaidologjik, e që është kusht prej kushteve të fjalës la ilaha illallah. Kanë thonë është aspekti i dijes, i ilmit. Pra me pas dije se Kur'ani është prej Allahut, me pas dije se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguar i tij, me konë të bindun, pra e merr kuptimin e dijes në këtë rast, se çdo sen që ardh prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është shariat, se ka pas pejgamber para tij e kështu me radhë. Po këtë
trajtim nuk do ta bëjmë, se kjo është te kushtet e fjalës la ilaha illallah dhe nuk ka të bëjë me adhurimet e zemrës. Ndërsa ndarja e dytë është bindja në aspektin e a'malul qulub, e adhurimeve të zemrës. E këtu na vjen më detajo. Mas pari vllazni, çdo sen që kena me marrë tash e tutje, është për ata që janë me garu në këtë në shariat. Pra, ma fi dhalike, yatanafasil al-mutanafisun. Në këto bëjnë gara ata që Allah Azza wa Jall i ka po zemrat e tyre që ja vlen me bo gara. Allah Azza wa Jall thot në rreth bindjes në aspektin e amalul qulub, walladhina yu'minuna bima unzila ilayk, janë ata të cilët besojnë çka zbriti. Wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, edhe falin namazet edhe çka patën e dhan. Walladhina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Edhe për ahiretin e tyre janë të bindur. Po vrej që bindja ka të bëj me sanet që se shumë, jo me sanet që shumë. Për ahiretin janë yuqinun, kanë yakin, kanë bindje se ekziston llogaria, kanë edhe për këta garojnë. Çfarë thot Allah për ta? Ulaika ala hudan min rabbihim. Këta që kanë bindje janë të udhëzuar prej Zotit tyre. Wa ulaika humul muflihun, edhe veç këta janë të shpëtuar. Pra, bindja në adhurimin e zemrës është kusht prej kushteve me qenë prej atyre që Allahu Azza wa Jall ka thonë janë të shpëtuar. Edhe janë të udhëzuar në udhëzimin e tij. Andaj çdo njeri që pretendon se që na jena në hak, na jena në batil, krejt haku e krejt këto sene kthehen te çka adhurim. Nëse ky adhurim është stabil, thojnë për çat person, inshallah me lejen e Allahut është stabil. Nëse nuk e ka bindjen në Allahun në rregull, se adhurimi i zemrës, atëherë stabiliteti në fe është veç pretendim, kur gjë ma shumë. Shumë njerëz pretendojnë, po pretendimi i tyre nuk e kalon hunën e tyre, se është shumë i shkurt. Ndërsa ata që kanë bindje janë të udhëzuar me udhëzimin e Allahut dhe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E dyta gjë që do me bën këtë qëllim është me dallu mes bindjes dhe dijes. Krejt që e dina se Allahu ekziston, krejt e dina që Allahu është furnizues, është krijues, është e kështu me radhë. Që dije ka edhe iblisi, po nuk e ka qëtë adhurim. Ai e din që Allahu ekziston, e din që ka fol me Allahun Azza wa Jall. Kur i ka thonë bëni sejdë Ademit, e si ka bëj, e kështu me radhë. Iblisin të kalumen, para se më përjashtu prej rahmetit Allahut, kom për i rabëve të Allahut shumë i badegji adhurus, so që thuhet që s'ka vend tokë që s'ka bë sejdë. S'ka vend tokë që ai s'ka bë sejdë para se me kriju Allahu Azza wa Jall Ademin. Tregimi i është i gjatë, ka përmend Kur'ani, pa dashur më thellu, po krejt që po do me thonë është se ai ka dije për Allahun, po nuk ka bindje. Pro dija me bindje bëhen këtë aspekt. Shumë njerëz që merren me orientalizëm, merren me Ebu Jehli për shembull, e kanë njoftë Islamin, e kanë njoftë pejgamberin Islam, e kanë ditë që s'ka rrejt për njerëz të kërkon punë, e që është me rrejt për Allahun, krejt ka ditë këto, po s'ka pos bindje, se ka pos këtë adhurim. Pra që kjo është dallimi. Ka njerëz që kanë mundësi me pos dije, po i mungon bindje, nuk kanë bindje. Po ashtu edhe dallimi tjetër që do më theksu është mes yaqin edhe tasdiq, mes bindjes edhe vërtetësisë. Vërtetësia vllazni ka mundësi më ardh për njerit jo të vërtet, po ti e menon që është i mirë. Për shembull, shumë vllazni menon që është i sinqert, tregon diçka, ndërsa ai realisht e thotë jo të vërtetën, ti e merr ato si të vërtetë. Që kjo është tasdiq, që i beson atij. Ndërsa bindja Allahut nuk ka mundësi më ardh prej dikujna që rran, prej dikujna
që shpif, pro bindja asesi nuk vjen vese prej sinqertëve, prej Allahut Azza wa Jall, wa man ahsanu min Allahi qila, wa man ahsanu min Allahi haditha, kush flet më mirë se Allah, e kush flet më bukur se Allah. Pra dhe Allah Azza wa Jall po tregon se është i sinqert në fjalë, wa la yukhlifu al-mi'ad, nuk e thën premtimin e vet që ka premtuar. Po ashtu edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është emin, është i besueshëm, edhe Xhibrili u quajt me lajke, Xhibrili u quajt emin, i besueshëm, i shpallës, pro nuk ka mundësi marrë bindje veç në për kanalet e të vërtetëve. Nuk vjen asesi prej rrugëve të shtrëmbuara. Çto kanë disa dallime që ndoshta me bo para se më fut për rëndësinë dhe pozitën e bindjes në Islam. Shumë dietar kur kanë folë për rëndësinë e këtij adhurimi kanë thonë bindja për zemrën është sikur syt për trupin. Pra bindja për imanin e merr trajtimin e syve për trupin. Nëse ju keni paramenu qysh duket ose keni lexuar, keni dëgjuar një njeri që nuk sheh, qysh e paramenon botën. Për shembull, nëherë lexojsha një shkrim gjatë, thekë e kanë marrë disa të verbër, edhe i kanë pyet qysh ti menon që duken krijesat. E kanë vetë është më i gjatë elefanti, a më i madh elefanti apo bubreci, shumë për këtyre thëshën bubreci. E vetëshën qysh duket elefanti me përshkruaj qysh. E përshkruaj kënë e përshkrim që në zdi me thonë ashtu. Për shembull, elefanti është diçka që fletëran, është i gjelbërt, o vetëm që si përshkrimi që s'kan. E pyet ke për pemën, qysh e paramenon ti pemën, s'kish ide. Dhe ke pemë e ka ngjyrën e pembe. E bën e ç'është ngjyra pembe, dhe tha jo. Qysh më i din për shembull detajet e gjona në i verbër, a më në qenë i verbër për shembull që bën operacionet zemrës? Jo, se dohet syper me punë. A më në qenë i verbër shofer e aeroplanit? Kurse si ka elementet që është bindje në adhurimet e zemrës. Ai që s'ka bindje është i verbër një mo. Pra kur gjë mos i besohet ati njerit, si lihet në dorë, qysh nuk i lihet verbën në dunjo, as nuk i lihet ati njerit që s'ka bindje në adhurimin e zemrës, nuk i lihet në punë të imanit. As mirë, fepi ti, as nuk, kur gjë. So si verbër, si nuk më një beson kur gjë ati njerit. Disa dietarë e kanë qenë trajtimin pak më lart se kaq. Kanë thonë se është thot Abdullah ibn Mas'udi, bindja për njerin është sikur se shpirti për trupin. E keni po vllazni, për shembull, ju ka ndodhur që kanë vdek dikush familjar në mesin e familjeve tuaja dhe tonat. Një njerëz që e ke dashur, shumë ke nejt me ta, për moment vdek. A mund me bën një natë gjumë me ta? Me thonë hajte marrë që të dekt të flaj edhe që të natë. A mund është? Ja, është i ftaft. S'ki mund të ja po. Ose me thonë pelosh që të muj edhe që të muj, mas e na hin për shembull. Tash jena në gjysh të gushtit, të shkon në gushti, edhe po rri me ta. A mund është? Jo. A ka ndryshu në isën ta i jo kur qaj njëjti është pomin e kod njëjtë, veç shpirt s'ko. Qështu është bindja për imanin. Pro ai njeri që s'ko bindja, i në gjond vdeknet. S'ko asë një element jetës në zamrën e ti. Pro nëse nuk është ka adhurim në zamrën tona, bindja në Allahun Azza wa Jall, atëherë mujna me thonë që ajo zamrë ka vdek. Ku e dina këto? Pe shumë ajeta. Allah Azza wa Jall në surën A'raf thot: "Walaqad dhara'na li jahannama kathiran min al-jinni wal-ins." E kena përgatit Gjahenemin për shumë njerëz dhe gjin. Lahum qulubu la yafqahuna biha. Kanë zemra po nuk kuptojnë. Qysh nuk kuptojnë? Nuk kanë bindje, shumë e kanë shpjeguar. Kanë zemra po s'kan bindje. Pro ato janë vdekne. Për shembull që tash
me thonë një njerët vdekon, që që të më një gotuj. A ka mundë si më që? Kur? Kam vdek, anin, s'nin, ose me thonë, përgadit e dorë kanë sëtë. Mos rrejt të nditën e ratë që përgadit e, s'ka mundë si. Që është zemra besimtare, ati që pretendon që besimtar, kurse ka adhurimin e bindjes. Kanë zemra s'kuptojnë. Ju shkojnë ajete, hadithe, zemra tyne nuk ndryshon. Zemra tyne është si që ditë si që ditë që ka një për herë të parë për islam, si sot që ka një pas 10 vjetë në islam, është njëjtë. Pra vëllazni, ata që se nërejsin adhurimin e bindjes në Allahun Azza wa Jall, nuk kanë nërejsi kurgjën. Pse për thëmë këto? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, plot 13 vjet në Mekë, i ka mësu sahabët e vet akide. Ka mësu bindjen në Allah. Akide o bindje. Mu bind që Allah është Zot. Po kur ju në bind që ta njerët që kam bo, vallahi, punë që kam bo sahabë, neve as menjes në shkojnë. Po kujt për neve i shkon menje më shku, mja pastru shpinë, një plakës, e mja bo bukën, e mja kry gjitha nevojat që i dojnë asoj, që shka bo bekle. Së dhe i në nakështë. Ose kujt i shkon menje që shka shku Omerit radiallahu anhu. Raste prej jetës tina që i kena po, për shembull rastin me thminë tina, veç që i ka ngjëros flakt me zejtun me vaj ulliri, që i ka ngjëros flakt, ka thonë ku e ke morë këta, thot o bob beken tokë, prej kur i dërtëshen knotat, me qitë ata që në kam punu në për që në konë kujdestor për pasurinë e muslimanve, kur i kam bort, një më ndonë muslimanve në për knota, oron tokë, pej tokës ka mor, ka thonë, hjek një flakt, pra hjek një krejt flakt, runja, se vallahi nuk e kanë lanë vese o konë djali i prisit besimtare, se të thmit e tjerë si janë në mafë. Këshër Allah, mos më konë edukata për janë beret e sëlam, 13 vjetë, a këshe po kësi njeri, ku ke po njeri se Othmani që thot për asoj ditë që më dhonë dorën e djathtë, besën për janë beret e sëlam që është i dërgun i Zotin, kur mos s'kum prek në venet e kështë mëra. Ku ka si Ali radiallahu anhu, që ka thonë për janë beret e sëlam një njeri që e dënë Allahu edhe i dërgun i ti, ne isra do t'jepet flamuri. Ka kallzu Allah që e dënë të qenë dënja. Ku ko njerës se sahab tjerë, se Khadija që ka thonë Gjibrili, Allahu për të bënë selam, të ka bëtë një shpinë gjenet. Këta janë pasunu prej bindjes, për që është fituat bindja në Allah në zogja. Dhe znin nuk kumë po metodë më të mirë se prej Kuranit. Për shumë dhe kena ofër gjysën e Kuranit full për akide. Në periudhën e Mekës për besim, shumica, po ashtu edhe në periudhën e Medinës, çdo ajet përfundon me huwal azizul hakim thuje, ai është falës mëshirues, është Rahman, është kështu më radhë, i përmend në emën ose një cilësi të Allahut azza wa jalla. Pse krejt kjo? Veç më të ashtu ty bindjen se çka është për në qëtë liber, është prej Allahut azza wa jalla. Andaj, me mujt me bo nasi vllazni, një ders, më kom projekt jetë. Edhe nëse nisëm këtë ders mas 1 vjetë, 2 vjetë, s'ka problem kur me mësu fen. Tu i mor ajetet që si pas zbritjes. Për shembull, 5 ajetet e para me komentu të surës Iqra, pastaj 5 ajetet e surës Muddathir, pastaj Muzammil, e kështu me radhë, pastaj Fatiha. Me marr Kur'anin qysh o zbrit, njeri, inshallah me lejnë Allahut, imani ti ka më ngjo imanit sahabe. Kuptimi ti një fes ka më ngjo kuptimit sahabe. Apo thojna na i pasojna sahabët, i pasojna të port, ti pasojna edhe në rrugtim.
se nëse i pasojnë pretendojnë e nuk e morëm rrugën e tyre, atëherë jena të kotë. Për shembull, shumë njerëz kanë qef më konë dietar. Thotë unë kom qef njerëz më pyet, më kthy te unë, apo me marrë ligjërata. Po çka ka buaj, çish i ka shku koha, a ka lexu 15 orë në ditje, a ka shkru, a ka punu, a morë me dije, jo. Veç që dën rezultatet e dijes. A më munin për marrë të dije, ja. Sa vëllazni jetojnë nuk merret dija pe këti. Pe kujna merret pe teja, që s'den kur pse s'den shkaqet e zbritjes surës Ikhlas. Kul huwallahu ahad. Për çka u zbrit? Kur u zbrit? Te betje da, cila sure renditja së sipas zbritjes, cila është shkaqet e zbritjes. Po të lutna të me morë pozitën e hoxhës filanët e filanët që jetojnë në vendet e shejta Mekë në Medinë e me pos dijen e gjyshës tem që s'din kur gjë me një fjalë, kjo është çmenduri. Andaj edhe secili prej neve që pretendon se pason selefin, i pason të parë ton sahabët, duhet me marrë rrugën, metodën e sahabëve mësimin e fesë. Aty në që kanë ardhur ajetet, shkaqet e zbritjes, kohën e zbritjes. Për shembull, ka ajete që kallzojnë sa ky ajet ka zbrit 81 ditë para se me dekën, ja mëson. Ky ajet 9 ditë, ky ajet ka zbrit këtë ditë, ky ajet ka zbrit në Arafat, kallzojnë venin, kohën, periudhën. Po kur mësohet kjo? Tu lexo Kur'an. Inshallah me lejen e Allahut, na mundsoft Allahu për me shtuar adhurim në zemrës bindjen me trajtu Kur'anin çështë. Pra, sipas zbritjes, sa kemi ditë që ka thonë Ibn Mesudi, nuk ka ajet në librin e Allahut që se di kur ka zbrit edhe për çka ka zbrit. Kur, ku edhe për çka. Kur ka zbrit, ku ka zbrit vendin edhe për çka shkaqet e zbritjes. Andaj kjo dije, elhamdulillah, është në për libra. Allah azza wa jalla na ka lehtësu me arrit aje. Inshallah na mundson me praktiku bashkërisht, me marr Kur'anin që trajtim, se wallahi nëse lexojna Kur'anin çështu, edhe hiqum krejt librat, s'na dohet kur gjë tjetër, sepse shkojnë ashtu ka shku. Sahabët radhiyallahu anhum. Kuptohet këto e marrë edhe hadith dhe pejgamberi sallam, ndodhit vend këto po flas për shumë njerëz që pretendojnë që nuk arrihet më mësu feja veç duke filozofu, ose veç duke përdor logjikën, ose veç të përdor që shtojnë shumë grupe devijune, Allah na ruaj prej tyre. Andaj vëllazni, bindja në Allahun azza wa jalla dën punë. Pra, këshire ku e pas ka pozitën, sikur se syt për trupin ose shpirti për trupin është bindja për zemrën, çdo adhurim i zemrës e ka esencën tek bindja. Për shembull, nëse ti thu je i sinqert, e s'ki bindje që Allah azza wa jalla është Zoti jot, atë vyn ky sinqeritet. Jo, nëse ti pretendon se e don Allahun, e s'ki bindje që ekziston atë vyn. Nëse ti pretendon se ki frikë Allahun, s'ki bindje. Nëse ti pretendon se bën durim për Allahun, s'ki bindje në ekzistimin e tij sa në vyn. Pra është epicenter e çdo ibadeti. Idha salahat, kur këna thonë për zemrën, në rejset e tonë, edhe kur në rejset bindja, krejt adhurimet e zemrës, ngritën edhe e kryjnë funksionin e vetë. Se vëllojnë vllazni, nuk ka mundësi me qenë zemra mirë, më konë për tace, më konë më smuknosh me Kur'an, që shtot Othmane, lev taharat qulubuna, nëse ishin konë zemra tona të pastërta, se ishin ngopë nga leximi Kur'anit. Pra nëse kuptojnë adhurimet e zemrës, edhe i dina smundjet e zemrës, s'ngopet zemra për Kur'anit. Çdo mos leximi Kur'anit, me shkuën dikun a Zotin arrojnë një ditë mos me lexu, të paktën 20 faqe, le të dinë që problemet e zemrës. Problemi është e zemrës. Se vëllazni, a keni po ju kur të bëni një darsum, për shembull, kanë e thënë në darsum, njerëzit që i dëni, që ato nuk e thënë në Miloševićin, as Karađićin, se si u vynë ata. Po i thënë në mënuhni, që da mos të shku pandemija, mi zgjidh 5-6 veta që pas ta nuk më e vedin. Edhe Allah azza wa jalla nuk e lën çdo njeri me lexu librin.
të në mëzirë, la yamassuhu illa al-mutahharun, se prekun dhe së të pastët. Ai më ndikush me lexu në Ramazan, edhe kryet, ama lexim efektiv që përfiton prej tij në jetën e përditshme në problem. Shumë djetarë këna ndëgju të thonë që të sene që jetojna nuk i këna një kërkun përveç se në ka hopë Allah të lexu librin e tij në natën gjatë namazit natës. Pra, ndërheqja e zemrës të bën imune ndaj çdo smundje të zemrës, edhe të bën aktive për çdo adhurim. Që kjo është shumë e rëndësishme. Imuniteti ndaj smundjeve edhe aktiviteti në adhurim është epicenter e përmirësimit të zemrës. Një zemër që është e përmirësuar e shet njëri shumë vullnetar, me nxespret me bë diçka mirë për Allahun, me nxespret me mësu rob të Allahut diçka rreth tina, edhe është imune ndaj gjunave. Është imune, nuk e shato. Këtë bëjnë gjunave, fjalët gjunave të mëdha, Allah na rujt me ran gjunave që zbën me ran besimtarin to. Është imune ndaj tyre. Allah Azza wa Jall kish mujt çto shina të kujtu ato, më konë vend tjetër na. Po ka po diçka inshallah mirë në zemrat tona, anë na ka bashku. Andaj t'ja vërtetojna vetes, edhe t'ja vërtetojna Allahut, minhum men sadaq wa minhum men yantadhir, disa shkun e thonë vërtetën, e disa po presin, t'i përmirësojna zemrat, që kur dolin për Allahut me thonë, o Allah, na shto ibadetet që kena mësu në dunjo, shto derse që s'ja ke mundsu 2 milion njerëzve e na ka përzell 20 veta me ngu, na po të përgjigjëm në përmirësim ndaj tyre. Mos tjetë vazhdimesh në ndëgjim se nuk ka rastisht që Allahu ju ka përzell me ngu çdo fjalë. Asu mu me thonë, kjo nuk ka rastisht. Se rastësi tek Allahu s'ka. Kish mujt më na lënë shumë venet, Allah na rujt, që s'është Allah i kënaqur në to. Më konë pjesëtar ti, më konë pasus dikuj tjetër përveç Allahut, po ka po diçka mirë, andaj ta ujitëm qatë lullë, sot dhe vogël qoftë, me lejnë Allahut me morë pomje madhështore, në përmjet adhurimeve të zemrës. Kështu që kush don me konë si sahabët, do të një ngjohë sahabëve mas pore me zemra, e kur i ngjohën me zemra, i ngjohën edhe me vepra, me lejnë Allahut, e nësë Allahun Azza wa Jall me na përmirësu, me na falë, me na mundësu me jetu vetëm për të e punu kam një